SPAK merr zyrtarisht në hetim ish drejtorin e burgjeve Agim Ismailin. Ky i fundit është marrë në hetim lidhur me atë që konsiderohet si tentativa e hakerimit të sistemit të SPAK. Ismaili u paraqit ditën e sotme në ambientet e SPAK ku qëndroi për më shumë se 60 minuta. Disa muaj më parë janë arrestuar edhe dy persona, Zambak Gjoni dhe Arnold Rokaj. Gjoni akuzohet nga SPAK për përpjekje për hyrje në emailët e 3 prokurorëve të posaçëm, duke marrë disa të dhëna, por pa pasur qasje në dosje hetimore. Hakerët tentuan të merrnin informacione nga kompjuterët e 3 prokurorëve të posaçëm, Behar Dibra, Enkeleida Milonaj dhe Elida Kaçkini, por sipas prokurorisë nuk arritën që të deportojnë në sistemin e brendshëm të IT-s, ndërsa Rokaj, ish punonjësi i IMT, akuzohet se në bashkëpunim me Gjonin tentuan të hyjnë në emailin e drejtuesit të SPAK Altin Dumani, por pa sukses. Të dy këta persona i kanë shpërndar dokumentet që kanë arritur të marrin në persona të tjerë, të cilët dyshohet se janë 2 gazetar, por edhe ish kreu i burgjeve Agim Ismaili, si dhe Dritan Palikaj, sekretari i përgjithshëm në Ministrinë e Bujqësisë. Ngjarja ndodhi më 12 mars dhe arrestimet u kryen brenda 24 orësh. Pajisjet dhe skedarët e përdorur për ndërhyrjen u sekuestruan nga autoritetet. Sipas tyre, falmasave të sigurisë nuk u arrit të ndërhyej në sistemin e brendshëm të strukturës së posaçme kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar SPAK, i cili mbeti i pacënuar.